Dhe unë thash pak më përpara që punë e qenit është si gjyqi Sokratit. Që do të thotë qeni është e vërteta absolute dhe mbi të njeriu ka detyrime morale, etike, që ta ruaj, ta dashuroj, të kujdeset dhe shumë gjëra të tjera. Kafshët, sepse jetojmë në këtë si me çdo objekt të vetë. Atëherë, ka luani, zebra, gjirafa, prontonën planetin. Rinoceronti që po zhduket si specie dhe fatkesisht i kërkojmë ndjes atyre specieve që kemi zhdukur dhe ato që do zhduken. Po duke qenë se jemi ke qeni, rrim ke qeni. Tash i qeni është një kafshë shtëpiake, nuk e themi ne, është prej herës së herës, ishte kafsha më besnike kur u kthye Odiseu, ai e njofti dhe askush tjetër. Tash ky qen ka një pronar përgjegjës, njëri kujdestar quheni si të doni, i cili me mend apo pa mend e ka këtë qen. I ri apo i vjetër e ka këtë qen. Dhe në momentin që e ka... Nuk ka pse ta trajtoj jo pëse është plakë, jo pëse... Unë dyshoj shumë që nëse e ka ai qenin. Po nuk e ka pra ai. Se qeni është ndonjë rrugaçi nga këta që janë kriminel, edhe pa prit mas u zhduk përgjegjësia ligjore për këtë dhe i kanë zgjitur për të ndeshur, i kanë egërsuar. Dhe pastaj i lën rrugëve. Ne po flasim për realitetin që i ka ngecur këtij zotërie, domethënë këtij zotërie. Atëherë, nuk ka nevojë të shkojmë në Vlorë, dalim të gjithë në Tiranë dhe Keli qeni. Qeni është qen. Me kujdes. Nëse qenin do ta trajtojmë si njeri, e humbi vlerën e vet si qen. Që do të thotë, e lëm palitar, mund të jetë i stërvitur, po qeni qen mbetet. E lëm pa mbrojtje. Ai mund të jetë i stërvitur, mos kam shoj, po qeni qen është. Dhe kemi filluar të krijojmë një lloj situate sikur bindja e atyre që kanë qenin janë plotësisht zotrues ndaj elementit instinkt të atij qeni. Fëmia është një rast, mund të ketë fëmijë të tjerë. Ka dhe raste që qenët i kafshojnë dhe gjërat mbyllen nëpër spitale me 12 penj. Ka dhe raste që e kafshojnë me infeksion. Me që fjala si është gjendja e fëmijës sot? Jetë gjë se s'ka më informacion. Unë nuk kam më informacion. Jam përpjekur në rrjetet sociale dhe në platforma për të parë, por nuk ka informacion. Që do të thotë, patjetër që termi ekzekutim për qenin është term që na vret veshin. Nuk diskutohet. Është e turpshme. Është e turpshme. Një dea ta mbaroj një moment, është e turpshme. Po. Denigruse. Të vrasësh një qenie. Po ja pra ta mbaroj. Të brish që... Denigruse. Që është i rrezikshëm, patjetër që do ekzekutohet. Poshtruese. Të bëjmë ato të prekura më shumë se duhet. Nuk ka mënyra dhunshme. nëse konstatohet që është i rrezikshëm. Po çfarë mënyra kërkoni ju, mënyra të tjera që si ka ligji o vlla? Po jo më nëse... Ligji përmirësohet. Ore ligji e thot, jo ligji, po praktika... O Magda, praktika botrore është praktike jo. Një qen që kalon të ky nivel, skartohet. Në Itali, jam o ja, më falë. Nuk e mbështes? Nuk jam dakord. Ja të them diçka më me Italinë, me Europën. Në Itali para... Magda, kishe bërë ti Magda, ti ishe kryetare e Bashkisë së Vlorës. Ta mbaroj një moment. Po, më falë. Çfarë do kishe bërë? Mund ta them në mendim të lutem. Po ja se të mbaroj Ka mënyra për të mbrojtur fëmin. Ore në Itali... Ka ndërhyrë ata që e mbrojtën. Po. Okej. Por edhe mos të eliminosh një kafsh. Ka mënyra sa të duash. Jo, po si do ta zgjidhësh, ai shi tërbuar. Kush është? Në momentin ma je kafshoj që të bëje kafshës ti. Para 8 muajsh. Si tonë. Në Itali 10 ditë shpresin shohin reagimin e kafshës. Në Itali para 8 muajve. Po ekzekutojnë ama nuk e fal. Po Dorian. Para 8 muajve në Itali, mendoj që Italia e ka një 2 ligje më mirë se ne. Normal, edhe shumë më shumë. Megjithatë ata i përmirësojnë ligjet gjithmonë. Edhe ata janë përsosur. Ligjet po përmirësojnë për kafshën. Sa dashamirës jemi ndaj përmirësimit dhe ka përfunduar si puna e saj që e lëvizim pellgun. Jo, absolutisht.